Jozi pas rikthimit na prezanton me vajzën që i mori zemrën, nuk është Loredana, ja për kë bëhet fjalë. Para 2 ditësh ishte hakeruar Instagramin e njëra ndjekës i Josefin Markut, ndërsa ditën e sotme është rikthyer përsëri në rrjetet sociale me të njëjtën llogari Instagrami. Ndryshimi kësaj here është se Jozi ka vendosur të bëjë llogarinë në Instagram private, duke ngjallur edhe më shumë kurreshtin e publikut se për çfarë arsye mund ta ketë shtyrë drejt këtij veprimi. Ndoshta kërkesat e shumta, por edhe ata të produksionit, presioni publik apo ndonjë këshill nga psikologët për të mos qëndruar sa më indiferent ndaj ngjarjeve të fundit. Kjo nuk është e gjitha, pasi Jozi ka postuar edhe një foto ku shihet me një vajzë misterioze e cila shoqëruar me një emoj me zemër të kuqe, duke ngjallur më shumë dyshime. Kjo është marrë edhe si një mesazh për Loredanën, e cila ka lënë të nënkuptohet se gjithçka mes tyre ka mbaruar, aq më tepër që në errësirën e natës duket edhe një vajzë, teksa nuk dihet nëse kjo është e dashura aktuale e Jozit. Loredana nga ana tjetër ka bërë edhe disa veprime që nga fansat e Jozit janë të pafalshme. Një ndër ta ishte edhe shkuarja në dasmën e gjestit, aq më tepër në të atij që i prishi dasmën e Jozit dhe Loredanës vetëm muaj më parë. E jo vetëm kaq, pasi edhe në intervista, por edhe në Insta story pas ndodhjes, ajo tregoi se i ka dhënë fund dhe kapitulli me Jozin është mbyllur, duke shënuar edhe ndarjen e 2 të rinjve. Megjithatë nuk dihet nëse ky postim nga Jozi është për të bërë xheloze Loredanën apo për t'u hakmarrë, për t'i treguar si një shenjë hakmarrje se ai ka lëvizur tek e dashura tjetër.